Vëmendje, sot kemi një mask tjetër për fytyrën, goca. Dhe ja ku kemi ingredientin e parë këtu. Kemi të verdhën e vezës me 3 ingredient. Do marrim një lugë lëng limoni, të cilën e kam shtrydhur këtu paraprakisht. Një lugë. Nëse e keni fytyrën të irrituar nga aknet apo që e keni fytyrën të ndjeshme, mund të përdorni shumë pak ose fare, s'ka problem. Dhe mjalt. Unë nuk po i hedh ndonjë mjalti bio, se edhe ky mirë është. Po thoja, mund ta zëvendësoni edhe me kos nëse e keni fytyrën të nëse keni fytyrë të ndjeshme. Tani, do i trezojmë të 3. Dhe përfitimet e kësaj maskës do t'i vendos diku këtu në video ose në përshkrim. Një. Dhe tani i trezojmë. Do ta mbajmë për 15-20 minuta. Përpara çdo maske, përpara se përdorni maskën, goca, mos harroni të bëni dhe testin e alergjisë, që do të thotë e merrni dhe ja aplikoni pak diku, prisni, nëse ju skuqet shumë apo keni alergjia diçka, mos e përdorni. Dhe gjithmonë pas çdo maske krem hidratues, sidomos te këto maskat që janë me përbërje limonit, themi, që ka në përbërje pak aciditet. Kjo maska maksimumi 2 herë në javë duhet përdorur. Okej, se pas ka lshu që kjo unë në lava dhe nejse s'ka gjë. Nga hera kaluar që bëra atë ja me kafe. Unë përpara se të bëje skincare-in, thash ok, po bëj një mask. Dhe tani vazhdoj me aplikojmë. Shikoni? Do filloni, do thoni, jo, po nuk vendoset limoni në fytyrë, jo, po kështu, jo, po ashtu. Prandaj ka edhe mjaltin. Gjithsesi, vazhdojmë. Të datë pak e lëngshme, ndoshta i hodha shumë limon, nuk e di, por e mbajmë këtë kështu, derisa kjo të ngri, unë do i shkoj edhe një herë tjetër. Nuk do ta lë me kaq. Mirë të ishte të kisha vendosur diçka. Kisha vend diçka këtu, por si gërkor. Goca, pasi t'je tharë mirë, hera e parë, unë e riaplikoj edhe një herë. Këtu dhe këtu të faqet e kam bërë, pasi, shikoni, me qenë se ka dalë pak e ujshme kjo, kur e riaplikon, me kujdes, ngjitet kollaj, se nga që është tharë kjo hera e parë edhe është e ngjitshme normalisht nga mjalti, dhe hera e dytë ngjitet më kollaj dhe nuk bëhet aq shumë nuk rrëzohet, si ta shpjegoj, nuk rrëshket kaq kollaj sa herën e parë. Kuptoni? Prandaj unë e riaplikoj. Ja, kështu.
mos harroni ta mbani 15 deri 20 minuta, pastaj e shpërlani dhe me ujë të ngrohtë normalisht, e lani e shpërlani me ujë të ngrohtë dhe mos harroni të përdorni edhe kremin hidratues. Në rregull goca? Është shumë e rëndësishme.